Medresa si në Vatër e Dijes gjithmonë ka krijuar persona që kanë qenë të gatshëm të shërbejnë vendit dhe të shërbejnë adhëut të tyre. Dhe unë ndihem krenar që kam diplomuar sot nga Medresa Alaudin dhe kam marrë një ori të shkencës dhe të moralit që në të ardhmen do mund të shërbej edhe unë vendit tim. Do i kisha thënë të gjithë të rive të sotshëm që të zgjashin Medresën Alaudin për vazhdimin e studimeve të tyre, sepse vërtet ja vlen dhe vërtet mund të jenë të gatshëm që të përballen me çdo sfidë të jetës së tyre në të ardhmen. Medresa Alaudin ka kuadro shumë të mirë dhe është e aftë që t'i përgatit nxënësit e vetë në aspektin shkencor dhe në aspektin moral, gjithashtu edhe në aspektin fetar, që në të ardhmen të jenë qytetarë të mirë, qytetarë që do t'i respektojnë rregullat e shtetit të tyre dhe do të jenë të aftë që në profile të ndryshme të shërbejnë siç është më së miri, siç e don Zoti dhe siç e kërkon Adheu ndihmën e tyre ndaj shtetit. Kjo është përshtypja ime për Medresën Alaudin dhe gjithmonë do jem krenar që kam qenë njëri ndër vatrat e Medresës Alaudin dhe do t'i kisha preferuar të gjithëve që të zgjedhin Medresën Alaudin si vazhdim i studimeve të tyre.